Lavdëroni Zotin, se është I mirë, Halleluja. Tema që do mbajmë sot ka lidhje me interpretimin e disa fjalëve të Krishtit, që ka folur për martesën, divorcin dhe beqarnin. Para se të flasim për këto tre tema, le të flasim ose më mirë të citojmë fjalët e Krishtit, që gjendet e Ungjillit sipas Mateut. Turma të mëdha e ndiqnin dhe ai shëroi atje. Atëherë u afruan disa farisejë për ta provokuar dhe I thanë: A është e lejueshme që burri ta ndajë gruan për një shkak çfarëdo? Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: A nuk keni lexuar ju se ai që krijoi që në fillim I krijoi mashkull dhe femër? Dhe tha: Për këtë arsye njeriu do të lërë baba dhe nënën e vet dhe do të bashkohet me gruan e vet dhe të dy do të jenë një mish I vetëm. Dhe kështu ata nuk janë më dy, por një mish I vetëm. Prandaj atë që Perëndia ka bashkuar, njeriu të mos e ndajë. Ata I thanë: Atëherë pse Mojsiu urdhëroi të jepet letër ndarja dhe të lëshohet? Ai u tha atyre: Mojsiu ju lejoi të ndani gratë tuaja për shkak të ngurtësisë së zemrave tuaja, por në fillim nuk ka qenë kështu. Por unë ju them se kushdo që lëshon gruan e vet përveç rastit të kurvërisë dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën. Edhe ai që martohet me gruan e ndarë, shkel kurorën. Dishepujt e vet I thanë: Nëse kushtet e burrit ndaj gruas janë të tilla, më mirë të mos martohet. Por ai u tha atyre: Jo të gjithë I kuptojnë këto fjalë, por atyre që është dhënë, sepse ka eunuk që ka lindur të tillë nga barku I nënës. Ka eunuk që janë bërë eunuk nga njerëzit dhe ka eunuk që e kanë bërë veten eunuk për mbretërinë e qeve. Ai që mund ta kuptojë, le ta kuptojë. Pra, ky është një fragment nga Ungjilli sipas Mateut dhe na flet për tre çështje sipas pyetjes që bën farisejt për ta provokuar Krishtin. Na flet për martesën, divorcin, por edhe për beqarnin. Le ti marrim me radhë. Zoti Krisht e shikon martesën si një akt fillestar të krijimit, pra ashtu siç e krijoi Zoti në kopshin e Edenit, ku krijoi nga brinja e Adamit Evës dhe pastaj ai bekoi dhe tha shtohuni e shumoni. Prandaj Isui pyetjes së fariseve nuk I përgjigjet drejt për drejt, por I përgjigjet nga libri I Zanafillës, sepse thot Perëndia e krijoi njeriu mashkull dhe femër për të bashkuar një martesë të përhershme. Shpreha që tha Krishti, dhe kjo është nga libri I Zanafillës, një mish I vetëm, tregon një bashkim të thellë dhe të pandashëm të çiftit. Por, siç edhe dëgjuam, farisejt kërkonin prap justifikim për divorcin. Në atë kohë, divorci ishte I toleruar për izraelitët. Kështu që dikush që I mërzitej gruaja, ai mund t'i bënte një letër dhe mund t'i ndante diçka prej pasurisë dhe ndaheshe nga gruaja me këtë letër ndarje. Por kjo ishte lejuar nga Mojsiu. Prandaj farisejt e shikonin divorcin si diçka ligjore dhe si them diçka të rregullt. Por Krishti u tha, kjo u lejua për shkak të ngurtësisë së zemrës tuaj. Pra ngurtësisë së zemrave të burrave, të cilët mërziten me gratë dhe nga dëshira për të pasur gratë të tjera, ata kërkojnë t'i lënë gratë e tyre. Por nuk ishte kështu në fillim, sepse Zoti krijoi një mashkull, një femër dhe ata bashkuan në një mish. Atë që Perëndia bashkoi, thot Krishti, njeriu mos ta ndajë. Krishti thot vetëm një rast mund të ndahet çifti. Në rastin e kurvërisë. Jesu I thot se divorci dhe rimartesa mbas divorcit për arsye të tjera, përbën shkelje të besnikërisë bashkëshortore, siç ishte edhe urdhresa mos tyej kurorën.
Prandaj Krishti thot vetëm për rastin e kurvërisë. Kjo frazë është interpretuar në forma të ndryshme nga tradita të ndryshme si nga Kisha Ortodokse, por nga heterodoksët. Mund themi se në Kishën e Perëndimit romano-katolike në përgjithësi nuk konsiderohet tradhtia bashkëtorore si arsye për zgjidhjen e martesës. Kisha romano-katolike është më hermetike në lidhje me këtë, pra edhe në rastin e tradhtisë bashkëtorore thot martesa është e pazgjidhshme. Sepse ka disa interpretime që kurvëria quhet vetëm ashtu siç e përcaktonte në ligjin hebraik, pra lidhje seksuale të martesës brenda shkallëve të ndaluar brenda marrëdhënies fisnore. Kurse për tradhtim bashkëtorore nuk jo se quhet kurvëri, por nuk shikohet si klauzol për ta prishur martesën, sepse martesa është e pazgjidhshme. Kurse për Kishën Ortodokse, kurvëria si them është pjesë edhe tradhtisë bashkëtorore. Dhe tradhtia bashkëtorore quhet dhe kurvëri dhe është një tolerancë për t'u lejuar divorci në një çift i martuar burr-grua, flasim me bekimin e Zotit në kishë. Këtë koncept e kanë edhe protestantët, disa protestantë ose grupe protestantë, sepse duhet dini se ka shumë kisha protestante që pornian ose kurvërin ata si them e quajnë dhe tradhtim bashkëtoror, kështu që çifti mund të ndahet. Por ka disa grupe tjera protestante më konservatore që edhe kur kemi tradhtim bashkëtoror, pra çifti nuk mund ta prish martesën. Neve na intereson opinioni i Kishës Ortodokse, dhe Kisha Ortodokse, siç tham, është më fleksibël dhe në rastin e tradhtisë bashkëtorore, që quhet dhe kurvëri, atëre mundet që çifti të ndahet, të divorcohet dhe lejohet një martesë tjetër e palës që ka qenë e atakuar, e thyer, e tradhtuar. Por patjetër që kur thoshte Zoti Krisht vetëm në rastin e kurvërisë, ose siç edhe përkthejmë në tradhti bashkëtorore, kjo nuk është një detyrim, sepse e mira është që atë që Perëndia bashkon njeriu mos ta ndaj. Pra, edhe në raste të tilla, ku një nga pjesëtarët e çiftit, ndoshta edhe të dy, po thyen kurorën, e mira është që kjo kurorë të restaurohet me anë të pendimit, të rrëfimit, të faljes, të njëri tjetrit, sepse nuk është vetëm e mira e çiftit, por është e mira dhe e fëmijëve. Dhe aq më tepër është shenjtëria e martesës. Martesa nuk është thjesht vetëm një lidhje sociale në bashki, por për ne martesa është një mister. Është një nga 7 misteret e kishës dhe është një bekim i veçantë nga Zoti. Kështu që martesa është e shenjtë, e pazgjidhshme, vetëm siç thash në rastin e tradhtisë bashkëtorore ose të kurvërisë, por që edhe kjo brenda vendimit të çiftit. Por Krishti flet edhe për rastin e eunukëve. Eunuk do thot një njeri i cili lind i paaftë për të martuar, pra organet e tij gjinitale janë të dëmtuara ose ato dëmtohen gjatë jetës, dhe madje kishte edhe një praktik që disa kastroheshin ose disa, thot Krishti, e kastrojnë veten ose bëhen eunuk për mbretërinë e Perëndisë. Si do të kuptojmë këtë fjalë të Krishtit? E para njëherë, kjo fjalë e Krishtit u tha nga shqetësimi që patën apostujt. Apostujt po dëgjonin fjalën e Krishtit që martesa është e pazgjidhshme. Apostujt vinin nga populli judaik, nga konceptet që kishin judejt burra në lidhje me martesën, që ata mund edhe të ndanin gratë e tyre, sepse në rrethin e apostujve kishim dhe të martuar, për shembull siç ishte edhe apostulli Petro. Por kur dëgjuan që martesa është e pazgjidhshme, edhe kur gruaja mund të jetë grinjare ose mund të ketë huqe të tjera, nuk mund ta ndash gruan, atëherë apostujt thanë nëse që kanë kështu kushtet e martesës, që martesa që ka e pandashme, më mirë është mos martohesh fare një burr. Por Krishti tha që kjo nuk është për të gjithë.
vetëm atyre që është dhënë. Prandaj duhet shikojmë këtë siç e interpretojnë dhe etrit e kishës. Beqania ose celibati, dhe flasim kështu për atë që bëhet për të shërbyer Zotit, jo thjesht një beqani për shkak të një gjymtymi të lindur ose një aksidenti ose një kastrimi, jo. Flasim për një beqani e cila zgjidhet me vullnet të lirë për të shërbyer Zotit, është vërtet një dhuratë e hirit të Perëndisë. Dhe kjo nuk i jepet çdo njeriu, kjo i jepet disa njerëzve që Perëndia shikon kapacitetin e tyre psiqik dhe fizik dhe karakterin e tyre për ta mbajtur këtë hir. Pra, për të qenë beqar ose eunuk në kuptimin simbolik, të përkushtuar ndaj shërbimit të Zotit. Shën Joan Gujarte thekson se Jesui nuk po flet për kastrim fizik këtu, sepse kjo është edhe keq kuptuar. Ai shpjegon se të bëhesh eunuk për mbretërinë do të thotë të jetosh në dlirësi, të përmbahesh vullnetarisht nga martesa, nga bashkimi seksual, që është dhe brenda martesës, si një dhuratë, si një bekim, dhe t'ia kushtosh jetën, shpirt edhe trup, t'ia kushtosh Perëndisë. Ai shton se kjo është një zgjidhje e lirë dhe nuk imponohet nga askujt. Prandaj dhe Kisha Ortodokse, edhe në këtë fjalë të Krishtit, është fleksibël, sepse Kisha Ortodokse nuk e imponon celibatin, siç e shikojmë në kisha tjera, sepse Kisha Ortodokse pranon dy gjendje, edhe atë të pamartuar ose celibatin, flasim klasën mugjerore, edhe atë të martuar, kur jo vetëm në popull, por e pranon edhe brenda klerit që shërben. Vetëm kleri i lartë, episkopët, ata që mbikëqyren dhe drejtojnë kishën, duke filluar që nga shekulli i 4, sipas vendimeve të sinodit të parë dhe sinodit të dytë, u mor vendime që episkopët të ishin të pa martuar. Kjo jo se martesa është, si them, diçka e keqe ose e ulët, por për arsye që peshkopi që mbikëqyr kishën dhe drejton kishën, ai pasuritë e kishës mos i trashëgonte familjes së tij, por t'ia linte përsëri kishës. Kjo është arsyeja pse kleri i lartë në Kishën Ortodokse ose, siç thash, episkopët janë gjithmonë nga klasa mugjerore ose të pamartuar. Por fjalët e Krishtit janë dhe keq kuptuar për kastrimin. Për shembull, kemi një rast të Origenit që ka qenë një personalitet shumë i dëgjuar në krishtërimin e hershëm, por ai u dënua në sinodin e 5 si heretik, sepse mohoi hyjninë e Krishtit, por ai bëri dhe një gabim, ai bëri një kastrim vullnetar, duke i marrë fjalët e Krishtit si fjalë të drejtë për drejta. Por, siç tham, Krishti nuk tha një kastrim vullnetar, por heqja dorë me vullnet të lirë nga bashkimi trupor që është brenda martesës. Prandaj edhe Kisha refuzoi, ka kanone që ndalon kastrimin vullnetar për të mbetur i vigjër. Por le të flasim për një tjetër atë i shenjtë, Jeronimi, që thotë edhe pse ishte një mbrojtës shumë i flakt i vigjërisë, përsëri thotë martesa është e mirë. Vigjeria e zgjedhur për Perëndin është një e mirë më e lartë. Megjithatë, ai thekson se kjo është për ata që e kanë marrë këtë dhunti. Pra jo të gjithë njerëzit mund ta marrin. Shën Agustini i Hipos, një tjetër shenjtor, në veprën e tij mbi Virgjërinë e Shenjtë, ai shkruan: martesa është një e mirë, Virgjëria gjithashtu është një e mirë, por Virgjëria e zgjedhur për Krishtin është një e mirë më e madhe, sepse lejon një përkushtim pa ndarë ndaj Perëndisë. Megjithatë, ai paralajmëron kundër krenarisë dhe thotë: një i martuar i shenjtë është më i madh se një virgjër krenar. Shën Grigori i Nisës e sheh virgjërinë si një mënyrë për drejtuar të gjithë njeriu drejt Perëndisë, por kjo nuk është thjesht mungesë martese, por një jetë e mbushur pra me lutje, pastërti, dashuri, lirësi, një përkushtim ndaj Krishtit. Sepse ndonjëherë është keq kuptuar virgjëria është thjesht të rish i pamartuar dhe asgjë. Jo. Virgjëria bëhet për lavdinë e Zotit dhe për t'u përkushtuar Zotit, jo për qenë i virgjër ose beqar, siç është në frazologjin popullore, thjesht për egon tënde, thjesht për një jetë të rehatshme, thjesht për mos pasur probleme, sepse kjo është një mësim i gabuar dhe një frymë
një frymë heretike ose një frymë antikrishte, si thot apostulli Pavli, se do vinë kora që njerëzit do flasin kundër martesës. Dhe sot shikojmë një brez i cili flasin për brezin e ri, që kanë dëshirë për bashkim seksual, por nuk duan të martohen dhe duan të mbeten beqar. Kjo lloj beqanie nuk është e bekuar, sepse është një beqani egoiste, është një beqani që shikon interesa egocentrike, po jo një beqani e bekuar. Beqania e bekuar është ai që i përkushtohesh Zotit. Prandaj njeriu patjetër duhet të marrë një vendim. O do martohet, siç thuhet që në Zanafil që njeriu nuk është mirë të ri vetëm, dhe patjetër burri duhet të gjejë një grua dhe gruaja duhet të gjejë një burr, dhe të bëjmë martesën sipas modelit martesës para Adami dhe Eva, mashkull dhe femër, të bekuar nga Zoti nëpërmjet misterit të kishës, ose të mbetet beqar duke u përkushtuar Zotit. Jo thjesht duke mbetur mes katër rrugëve beqar nga dështime ose egoizme ose përtaci për të përballuar jetën. Prandaj, në këto fjalë të Krishtit, ne shikojmë 3 tema që lidhen ngushtë me njëra tjetrën. Martesa, që është themeluar nga Perëndia dhe nuk është thjesht një marrëveshje njerëzore, nuk është pikur nga njerëzit martesa. Prandaj dhe martesa nuk mund bëhet vetëm nga njerëzit, martesa duhet patjetër shenjtëruar, siç na thon edhe etrit e kishës, martesa civile shenjtërohet në kishë dhe është, siç e tham dhe përsërisim, një nga 7 misteret e kishës dhe rëndësia e martesës ishte shumë e madhe sa martesa bëhej brenda liturgjisë hyjnore. Në krishtërimin e hershëm, më vonë pasaj u nda, poruan atë strukturën e liturgjisë hyjnore, sepse është Zoti ai që e bekon një çift, edhe e bën të pandashëm bashkimin e çiftit nga 2 në 1 mish. Por po ashtu Krishti, siç tham, foli dhe për divorcin, për shkak të ngurtësimit të zemrës, jo se urdhëron divorcin. Prandaj divorci, edhe pse sot është një trend dhe ka shumë ligje që e nxisin divorcin, e përkrajnë divorcin dhe kanë bërë të lehtë divorcin, kisha është kundër, sepse Krishti është kundër divorcit. Prandaj divorci nuk është një zgjidhje optimale, përkundrazi është një fatkeqësi që i ndodh një çifti dhe është, si them, zgjidhja më e vështirë që mund bëhet në raste ku martesa nuk funksionon. Pra, e para kur ka një tradhti bashkëtorë. E dyta, siç ka dhe nën klauzola kisha ortodokse, kur një nga pjesëtarët e çiftit është i dhunshëm dhe bëhet i rrezikshëm për jetën e tjetrit, ose kur largohet për një periudhë 3 vjeçare dhe e lë bashortin ose bashorten pa njohuri dhe pa përkraje. Në tjetër raste, kisha ortodokse e lejon divorcin sepse që ta ruajë një që ka mbetur, palin që ka mbetur nga një mëkat më i rënd, sepse jo të gjithë njerëzit kanë fuqi për ta përmbajtur veten nga mëkati, nga epshi, dhe prandaj është më mirë të martohet se të digjet. Kështu që kisha në tjetër raste lejon divorcin dhe pranon dhe një martesë tjetër. Por jo në çdo rast, gjithmonë. Kisha është kundër divorcit. Folëm edhe për beqarnin ose për celibatin, që dhe kjo është një zgjedhje që nuk bëhet thjesht me dëshirën e njeriu, por kjo është një dhuratë nga hiri i Shpirtit Shenjtë. Dhe patjetër që një person i cili do t'i shërbejë Zotit duhet të pyesi kush është vullneti hyjnor, të martohet ose t'i shërbejë i pamartuar. Në qoftë se e bëjmë të pyetje me sinqeritet, Zoti do t'a japë zgjidhje. Sepse ndodh një gabim, flasim për të krishterët, to nuk po flasim për të tjerët, çdo njeri tjetër që është jashtë kishës mund të bëjë çfarë dojnë, si thot apostulli Pavli, ne nuk gjykojmë ata që janë jashtë kishës. Ne po gjykojmë ata që janë brenda kishës, ne po flasim për problemet e kishës, e të besimtarëve. Pra, një besimtar nuk do të marrë një vendim për martesën ose edhe për beqarnin ose murgjerin pa u konsultuar me Zotin. Sepse mund bëj diçka që nuk është sipas vullnetit hyjnor ose nuk është sipas kapacitetit të tij. Edhe martesa ose edhe beqarnia. Duhet patjetër konsulta me Zotin, konsulta me atin rrëfyes, dhe mbasi ke marrë një përgjigje
të dur, atëherë duhet të marrësh edhe vendimin sipas vullnetit ynor të martohesh ose të mbetesh beqar i përkushtuar Zotit pra të fillosh të bësh jetën murgjerore. Kështu pra duhet i shikojmë këto gjëra. Edhe pse sot jetojmë në një shoqëri liberale ku martesa thjesht shikohet sot jo më si një beslidhje, po shikohet si një kontratë, ne vetë krishterët nuk duhet ta pranojmë këtë frymë liberale. Ne nuk duhet ta liberalizojmë martesën. Martesa është një beslidhje dhe martesa është e pandashme, e tha Zoti, dhe duhet të çohet deri në fund. Ashtu siç jepen edhe ato premtimet ose uratat dhe bekimet në kishën tonë ortodokse, ku çifti pin nga kupa e përbashkët, nga kupa e verës, që është një mbetje e kungatës ose një ikon, një simbol i kungatës, sepse çifti bënte martesën brenda liturgjisë ynore dhe kungoheshe dhe pastaj ai merrte uratën që të shkonin dhe të bashkoheshin duke u bërë një mish. Por me që martesa sot nuk bëhet brenda liturgjisë ynore, ka mbetur kupa e verës, e cila bekohet dhe kupa e verës ka një kuptim simbolik, të pish të gjithë gëzimin dhe idhërimin e jetës deri në fund. Pra, martesa nuk është të pish gjëra të gëzuara dhe pastaj kur të vjen e hidhura thua këtë nuk e dua dhe e pështy ose edhe poshtë. Jo, deri në fund. Pra, deri në fund duhet të qëndrojë besnik. Dhe sipas këndvështrimit krishter ortodoks, martesa është e përjetshme, që do të thotë nëse një çift, burr dhe grua i martuar në kish, kanë qëndruar besnik njëri tjetrin, nuk e kanë tradhtuar njëri tjetrin dhe kanë përballuar gjithë sfidat, ata nëse ka një vdekje të krishterë të dy, si burr e grua, edhe në atë jetë ata do jenë çift. Pra nuk do jenë të ndarë. Prandaj martesa është e përjetshme dhe është e shenjtë. Por kemi dhe rastin, siç përmendëm, edhe të beqarnisë, e cila është mënyra më e mirë e të jetuarit si i krishter, sepse i përkushtohet Zotit 100%. Por kjo nuk mund bëhet nga të gjithë njerëzit. Jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtën format shpirtëror, do me thënë të njëjtën karakter, të njëjtën dhunti, pra Zoti i ka ndarë edhe nga ajo që neve trashëgojmë nga pararësit tanë. Duhet dim se murgjit, ose dhe murgeshat kuptohet, janë ajka e njerëzimit, janë pjesa më e mirë e njerëzimit. Dhe nuk mund të vi me njerë. Po ta shikojmë, nuk erdhi me njerë murgjeria në kishën e ershme. Në fillim erdhi pohimi, erdhi martirizimi dhe në shekullin e 3 dhe të 4 lulëzoi murgjeria. Pra kaluan disa brezat krishterë, të cilët u shenjtëruan nëpërmjet martirizimit dhe pastaj nxorën atë frutin e murgjerisë. Kështu nuk mund dali me njerë dikush murg sa të besojë ai të bëhet një murg i përkushtuar. Por urojmë që të ketë sa më shumë njerëz të cilët si thotë Zoti të bëhen eunuk për mbretërinë e Zotit. Pse? Sepse këta janë njerëzit që i përkushtohen Zotit 100% dhe janë njerëz që sakrifikohen për të mirën e kishës dhe të popullit Perëndis. Janë ata që luftojnë të parët në skalionin me armikun. Manastiret në kishën tonë ortodokse shikohen si kështjella dhe murgjit si ata luftëtarët që janë në frontin e parë që përballin fuqitë e armikut. Pra luten murgjit, sakrifikojnë murgjit që fuqia e armikut bie para se të vite ne që jemi martuar, jemi brenda botës, që patjetër për shkak të detyrimeve që kemi nuk mund të jemi 100% përkushtuar Zotit. Prandaj është një bekim i madh për një çift burr grua që një prej fëmijëve tyre ose fëmijët e tyre bëhen murgjër, ose kemi edhe traditë kishtare dhe në jetët e shenjtorëve që kemi çifte të cilët e filluan jetën si të martuar dhe pastaj në një moment caktuar kur ata e pan të arsyeshme dhe si një vullnet ynor që u ndan, i dhan leje njëri tjetrit dhe filluan dhe bën jetën murgjerore. Këta janë ata që thot Zoti që japin 60% të prodhimit shpirtëror. Pra,
jeta murgjërore është e bekuar, por kisha për të ruajtur egoizmin dhe krenarin e murgjërve nuk e ka vërë murgjërin si një mister të kishës. Jo se nuk është mister, por ka vënë martesën si 7 misteret. Do të dini që nuk janë vetëm 7 mister, gjithë jeta e kishës është mister, edhe murgjëria është një mister, por për të ruajtur nga egoizmi dhe krenaria e murgjëve për t'i parë me në vlerësinë të martuarit. Prandaj është një rrezik i madh dhe pyetja e parë që të bëjmë kur shkosh në një manastir, ton çfarë mendimi ke për martesën ose të martuarin. Nëse thotë që martesa është një diçka e ulët dhe të martuarit janë mëkatar, nuk të pranojnë të bëhesh murg, sepse që aty ti je rrezuar, sepse ke një qëndrim egoist dhe krenar. Murgu ka 3 betime që i bën përpara Zotit. Është virgjëria, është pronësia bashkë me bindjen dhe papronësia. Pra, duhet i kesh këto 3 kritere që ti të bëhesh i murg. Ndryshe, më mirë mos u bë murg, sepse fatkeqësisht ka njerëz që shkojnë të bëjnë murg, por ai që nuk bëjnë murg të përkushtuar, mendja u shkon tek martesa dhe jetojnë fizikisht në një manastir, por mendja e ka në botë, ose është dhe diçka tjetër. Ka njerëz të cilët janë të martuar, por ata brenda martesës janë përkushtuar dhe bëjnë dhe brenda martesës një jetë murgjërore, sepse duhet dim se jeta murgjërore është dhe pjesë e çifteve të martuara. Pra 6 muaj të vitit ne të krishterë ortodoksi kemi kreshëm ushqimore, por edhe nga bashkimi trupor, pra plus flasim të mërkur dhe të premte, ose dita e shtunë dhe diel që janë ditë ngjallësore, dhe 4 periudhat kreshmore që i ka kisha. Pra të gjithë ne si të krishterë, edhe murgj, edhe laik, edhe të martuar dhe pa martuar, ne duhet të kreshmojmë, jo vetëm nga ushqime thash, por edhe nga marrëdhëniet trupore. Kështu që të gjithë bëjmë jetën murgjërore dhe të gjithë duhet të parashijojmë edhe të martuarit atë jetën që është mbas vdekjes. Jeta mbas vdekjes ose përjetësia, ne do të kemi një trup të lavdëruar, por që do të jetë materie, por nuk do të kemi nevojë për organet seksuale. Jo se nuk do kemi gjini, do dallohet mashkulli nga femra, por organet seksuale nuk do jenë të nevojshme, siç i morëm në këtë jetë, sepse në jetën e përjetshme nuk do kemi riprodhim. Prandaj nuk kemi bashkim seksual. Kështu që në këtë jetë, një çift që është i martuar, kur bën një tërheqje të vullnetshme me bashkëpunim brenda kohës kreshmore, ditëve dhe periudhave, patjetër që e parashijon këtë jetën mbas vdekjes, ose atë jetën angjëllore që nuk kanë seksualitet, as nuk martohen dhe nuk shtohen. Pra, murgjëria është dhe brenda martesës, por dhe martesa është brenda murgjërisë, që do të thotë murgu është i martuar me Zotin. Pra ka një martesë shpirtërore. Kështu pra ti shikojmë këto fjalët e Zotit dhe ti ruajmë këto fjalë, edhe pse bota sot ka të tjera mësime, ka një tjetër një frymë liberale, një frymë apostate, mohuese, por ne duhet të qëndrojmë. Duhet ta shenjtërojmë martesën ta kemi të pasgjithshme, të qëndrojmë besnik në martesë, mos ta promovojmë divorcin vetëm fatkeqësisht në raste ekstreme dhe është e mira për ta shmangur në çdo rast, dhe mbi të gjitha, në qoftë se kemi një prirje për një jetë murgjërore, duhet t'i nështrojmë vullnetit ynor, jo vetëm personi, por dhe prindrit duhet ta pranojnë këtë si një dhuratë nga Perëndia. Sepse jeta murgjërore është një bekim i Zotit, jo vetëm për murgun, por edhe për çiftin dhe për breza para edhe pas që ndihmohen nga përkushtimi i një murgu në devotshmërinë ndaj Zotit. Amin. Lavdëroni Zotin.